Po flasim pak për zakonet e këqija që kemi ne si popullat, për cilin e jetesës. Çka mund të bëjmë na për shëndetin tonë, që ta ruajmë domethënë shpatullën ose krahun tonë? Problemi kryesor është tek pacientët të cilët bëjnë jetë sedentare ose për shembull punojnë në zyre dhe mundohen me kompenzu aktivitetin fizik përmes fitnessit, crossfitit ose një sporti të fortë, kickboxit, që me hub kalori ose me qëndru në formë. Tash supi i cili është mësu 8 orë në punë mos me lëviz shumë, kur shkon përmes një aktiviteti shumë të madh, mundësia për dëmtim të supit është shumë e lartë. Për atë, domethënë, rekomandohet që ushtrimet e krahut, njëjtë si çdo pjesë e trupit, po krahu për shembull për dallim prej këmbëve ti ecë gjatë ditës edhe nëse punon në zyre. Ndërsa nëse punon në zyre, krahu yt nuk lëviz përveç në pjesën e poshtme, nuk ngritet lart, nuk i bie shpesh më ngrit lart. Dhe për këtë arsye kur shkon ti në crossfit ose një sport tjetër më të fortë dhe mundohesh me kompenzu aktivitetin që nuk e ke bë më herët, atëherë vjen deri te lëndimi i krahut, ose vjen një impingimenti, ose mund të vjen ndonjë rupturë e krahut, e cila mandej edhe ty të pengon në jetën e përditshme. Për atë rekomandohet që ushtrimet e krahut, njëjtë si pjesë tjera të trupit, të bëhen edhe gjatë ditës, jo vetëm për një orë gjatë një ushtrimi të caktuar. A mundesh me na tregu një ushtrim që mund me përdor në shtëpi ose në punë mund me bë? Çdo ushtrimet po mundoj varësisht nga niveli që ti kërkon. Nëse je sportist, ushtrimet sportistat i dinë vetë më mirë se që unë mund të rekomandu, ndërsa për popullatën e cila nuk janë sportista, çdo punë e cila bëhet, edhe nëse është punë e shtëpisë që përfshin edhe ngritjen e supit, rekomandohet të bëhet gjatë ditës edhe ti plotësosh nevojat e tua vetë, jo përmes angazhimit dikujt tjetër, dhe çdo aktivitet i cili është i vazhdueshëm, kontinual, gjatë ditës, me lëvizje të dorës, ndikon në cilësinë e krahut. Është gabim e me mendu që mundesh me shku 40 minuta ose një orë në fitnes, me bo shumë ushtrime të krahut, gjatë ditës më nejt, për arsye se kjo mund të sjellë deri te komplikimet, po mundoj të smundjet të ndryshme të krahut.